تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Vëllezër të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë dhe begatitë e tij, dhe dërgojmë salavatet dhe selamet mbi të dërguarin e fundit Muhammed ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershëm dhe shokët e tij besnik, dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, dëshiroj t'ju përcjell selamin e dietarëve tonë të nderuar, Sheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidhahullah, cili i kam tregu për këtë seminar dhe më ka porositur që t'va përcjell juve të gjithëve selamin e tij. Edhe pastaj gjithashtu Sheikhu jon i nderuar Arafat ibn Hasan al-Muhammadi, hafidhahullah, i cili është gëzuar për këtë seminar dhe ka këshilluar që të shtohen si lloj seminare. Pastaj shpjegimi i aqidës të Imam Ali ibn al-Medini rahimahullah është një çështje shumë e rëndësishme, për arsye se përmban aqidën e Ahlus Sunna wal Jamaa. Dhe njohja aqidës Ahlus Sunna wal Jamaa është prej çështjeve më me rëndësi, për arsye se kjo dallon njeriu është prej pasuesve të sunetit apo është prej pasuesve të bidatit. Dhe Ali ibn Medini është një prej imamëve të sunetit. Për këtë arsye fjalët e tij, të cilët janë transmetuar prej tij në çështjen e akide, e kanë vendin e vet të duhur. Dhe kjo na dallon neve, vëllezër të nderuar selefi, prej pasuesve të bidatit, prej hizbive, prej bidaxhive, prej ikhwansave dhe tebliksave dhe kështu me radhë. Ne do me thonë e mësojmë akiden e selefit. Dhe për këtë arsye do me thonë jemi qut Ahlus Sunna wal Jamaa. Dhe jemi qut selefi, të cilët i pasojnë as-salaf salih. Dhe para se të fillojmë me akiden e Ali ibn Medini rahimahullah, dëshiroj të flas për biografinë e tij. Për arsye se kur ta njohim se kush ka qenë ky imam i madh i sunetit, edhe do ta kuptojmë rëndësinë e librit të tij, rëndësinë e akidës të cilën e ka transmetuar ai. Ai është siç e ka përshkruar Imam al-Dhahabi në Sir A'lam an-Nubala, al-Sheikh al-Imam al-Hujja Amiru al-Mu'minin fi al-Hadith Abu al-Hasan Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlahum al-Basri al-Ma'ruf bi ibn al-Medini. I njohur është, do me thonë, me emrin Ibnul Medini. Ndërsa Al-Hafidh Ibn Hajar në librin e tij Taqrib at-Tahdhib, ku vetëm shkurtimisht i përmend dietarët dhe thot a janë të besueshëm ose nuk janë të besueshëm e kështu me radhë, dhe nuk zgjatet shumë në fjalët e tij, por kur ka fol për Ali ibn Medini, o zgjat shumë dhe ka fol shumë, dhe kjo tregon për vlerën e madhe që ka ky imam. Dhe ndër të tjera ka thonë thiqatun, thabtun, imamun, a'lamu ahli asrihi bil hadithi wa ilalihi. I besueshëm,
imam dhe më i dituri për njerëzve të kohës së tij për hadith edhe ilal të hadithit. Do me thonë, ilal janë defektet e fshehura të hadithit që shumë pak për dietarëve e njohin. Dhe kur përmendem se është i njohur me emrin Ibnul Medini, vjen pyetja pse e ka marrë këtë emër Ibnul Medini, dhe këtu është dash me hulumtu derisa e kam gjetë çka do të thotë Ibnul Medini. Ibnul Medini, siç ka thonë Mula Ali El-Qari, rahimahullah, në shpjegimin e tij të Nukhbatul Fikr të Hafidh ibn Hajar, ka thonë El-Medini nisbeten ila medinatin ma. Do të thonë ku thu El-Medini do thotë një person prej një qyteti. Po cili është ky qytet? Kur përmendet qyteti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë El-Medeni dhe jo El-Medini. Po Ali ibn Medini është një përjashtim. Fjala El-Medini kanë pas për qëllim qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nuk ka thonë El-Medeni, siç thonë për dietarët tjerë, po kanë thonë El-Medini, se baba i vet ka qenë prej njerëzve të Medinës. Dhe gjithashtu njëjtë ka thonë Yaqut El-Hamawi në librin e tij Mu'jam El-Buldan. Ka thonë se Ali ibn Medini, do me thonë, e ka pas prejardhjen, e ka pas prej Medinës, po ai ka lind në Basra, në Irak, dhe është i njohur se është prej dietarëve të Irakut. Por El-Medini, do me thonë, kur thomi Ali ibn Medini, është për qëllim prejardhja e tij se është prej Medinës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky dietar i madh ka dëgjuar prej dietarëve të mëdhenj të kohës së tij, sikur Mu'tamir ibn Sulejman dhe Sufjan ibn Uyayna dhe Yahya ibn Sa'id al-Qattan dhe Imam Abdul Razzaq as-San'ani, dhe është bo dietari më i madh i ilale të haditheve, do të thonë defektet e hadithit. Sa që ka thonë Ebu Hatim al-Razi, kana Ibn al-Medini alaman fi an-nas fi ma'rifati al-hadithi wal-ilal. Ka qenë, do të thonë, një dietari i madh mesin e njerëzve, një simbol mesin e njerëzve në njohjen e hadithit dhe ilal, do të thonë defektet e fshehura të hadithit. Dhe është thonë se shkrimet e tij, librat e tij kanë arritur 200, po prej tyre vetëm pak na kanë arrit neve. Dhe prej tyre që kanë transmetuar prej Ali ibn Medini është edhe imami i Ahlus Sunnetit, Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Dhe Imam Ahmed ibn Hanbal ka lindur në vitin 164 mas hijretit, ndërsa Imam Ali ibn Medini ka lindur në vitin 161. Do thonë Imam Ahmedi ka lindur vetëm 3 vite mas Imam Ali ibn Medini, po me gjithë atë ka transmetuar për Imam Ali ibn Medini. Dhe kjo tregon për vlerën e madhe që ka pas Ali ibn Medini. Edhe gjithashtu Yahya ibn Ma'in, i cili ka lindur para Ali ibn Medini 3 vite përpara, vitin 158, po prap ka transmetuar prej Imam Ali ibn Medini. Imam Ahmedi rahimahullah, prej respektit që ka pas da Imam Ali ibn Medini, nuk e ka thirrur dhe nuk e ka përmendur me emrin e tij. Nuk ka thonë na ka transmetuar Ali ibn Medini, por ka thonë na ka transmetuar Ebul Hasan. E ka përmend kunjen e tij, Ebul Hasan, babaj i Haseni. Dhe kjo ka qenë prej respektit të tij dhe kur nuk e ka përmendur emrin e tij. Al-A'yun ka thonë e kam pa Ali ibn Medini ka qenë i shtrirë dhe Ahmed, Imam Ahmedi ka qenë në krahun e gjatë dhe Ibn Ma'ini, Yahya Ma'ini ka qenë në krahun e majt dhe ai u ka tregu atyre hadithe ndërsa ata i kanë shkruar. Kjo tregon domethënë çfarë vlere të madhe ka pas ky imam. Dhe Yahya ibn Ma'in është pyet për Ali ibn Medini dhe për Imam el-Humeidi, që gjithashtu o kom prej mësuesve të Imam el-Bukhari, ka thonë i takon për Humeidin që të shkruan nga Ali ibn Medini. Do thonë se ti pyet për këta dy, atë njëri prej tyre, el-Humeidi, i takon atij me shkruajt hadithe prej Ali ibn Medini. Do thonë Ali ibn Medini është mbi të. Dhe Imam Ebu Ubejd al-Ajurri ka thonë, i kanë thonë Ebu Daudit, nxënësit Imam Ahmedit, Ahmed ibn Hanbal është më i ditur apo Aliu, Ali ibn Medini? Ka thonë Aliu është më i ditur për kundërshtimet në hadithe se sa Ahmed. Dhe prej tyre të cilët gjithashtu kanë transmetuar prej tij, ka qenë Ebu Hatim al-Razi dhe Hanbal ibn Ishaq dhe Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli
dhe Imam Ebu Daudi, dhe Imam El-Baghawi, dhe Abdullah ibn Muhammed ibn Ejub El-Katib. Dhe ky ka qenë i fundi prej tyre që kanë transmetuar prej Imam Ali ibn Medini. Gjithashtu prej shujugëve të Imam Ali ibn Medini ka pas që kanë transmetuar prej tij. Do të thonë prej mësuesve të Imam Ali Medini ka pas që kanë transmetuar prej tij, sikur o kon Imam Sufjan ibn Uyeyna. Sufjan ibn Uyeyna o kon prej mësuesve të tij dhe ka transmetuar prej tij. Dhe ky që u përmend më herët, El-Katib, ka qenë i fundit që ka transmetuar prej Imam Ali ibn Medini. Dhe mes këtyre dyre, Imam Sufjan ibn Uyeynas dhe El-Katib, janë 128 vite. 128 vite. Dhe kjo në shkencën e hadithit quhet ma'rifat as-sabiq wal-lahiq. Do të thonë njëri ka jetuar shumë herët dhe ka transmetuar Imam Ali Medini, e tjetri ka jetuar shumë vonë, mas 128 vite ka vdek. Mas Imam Sufjan ibn Uyeyna gjithashtu ka transmetuar prej Ali ibn Medinit. Dhe prej nxënësave të Ali ibn Medinit më të njohur dhe më të mëdhenj është imami i dietarëve të hadithit. Është Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, i cili ka thonë: "Mastasghartu nafsi 'inda ahad illa 'inda Ali ibn Medini." Nuk e kam pa veten time si të vogël para askujt përveç para Ali ibn Medini. Imam al-Bukhari, i cili ka taku më shumë se 1000 dietar, ka thonë për veten e tij, siç ka transmetuar Imam al-Lalakai, ka thonë kam taku më shumë se 1000 burra për njerëzve të dijes nga Hijazi dhe Mekka dhe Medina dhe Kufa dhe Basra dhe Wasit dhe Baghdad dhe Sham dhe Misr, Egjipt. I kam taku domethënë disa herë brez mas brezi, pastaj brez mas brezi. I kam taku ata më shumë domethënë më shumë se 46 vite. Kjo është Imam el-Bukhari, domethënë nuk flasim për dikon që ka taku 2 ose 3 dietar. Imam el-Bukhari, imami i dynjas në mbrojtjen e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që libri i tij është libri më i saktë mas librit Allah subhanahu wa taala. E ky dietar çka thot për Ali ibn Medini? Thot nuk e kam zvoglu veten, nuk e kam pa të vogël veten time para askujt përveç Ali ibn Medini. Dhe Bukhari rahimahullah ka taku Imam Ahmedin, e ka taku shumë prej dietarëve të mëdhenj, po thot nuk e kam pa veten të vogël para askujt përveç para Ali ibn Medinit. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, kur i kanë thonë Imam el-Bukharit, çka dëshiron ti më së shumti? Ka thonë që të shkojnë në Irak dhe Ali ibn Medini të jetë gjallë dhe të ulë me të. Kjo ka qenë dëshira e Imam el-Bukharit rahimahullah, që të shkon në Irak duke qenë Ali ibn Medini gjallë dhe të ulët me të përfiton prej tij, të mëson prej tij. Me pyetash dikën, çka dëshiron? Thot një makinë të mirë, një shtëpi të mirë, një gru të mirë. Dërsa Imam el-Bukhari, që ka njoft hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka njoft vlerën e diturisë dhe vlerën e dietarëve, nuk ka dëshiruar diçka për dinjas dhe të nderuar, përveç me shku në Irak, duke qenë Ali ibn Medini gjallë dhe të ulet tek ai, të mëson tek ai. E sot kemi për tyre që i thirrim, hajde një shkojmë te dietarët, hajde të kthehemi te dietarët. Ata refuzojnë dhe mendojnë se nuk kanë nevojë të shkojnë te dietarët dhe të kthehen te dietarët. Nëse Imam el-Bukhari me dijen e madhe që ka pas, dëshiron mu taku me dietarët dhe me përfitu prej dietarëve, çka të themi atëherë për ata sot që u jepet mundësia me shku te dietarët e pastaj refuzojnë? Padyshim se kjo është një rrezikshmëri shumë e madhe. Dhe ata njerëz duhet të kenë frikë Allah subhanahu wa taala nëse i kundërshtojnë dietarët dhe nuk kthehen tek dietarët. Kjo ka qenë lavdërimi i nxënësve të Imam Ali ibn Medinit
Po çka është më interesant, edhe mësuesit e tij e kanë lavdruar, sikur Sufjan ibn Uyayna. Dhe kur përmendet Sufjan ibn Uyayna, besoj ju të gjithë e dini vlerën e tij të madhe që ka pas, që ka qenë një prej imamëve të sunetit dhe ka qenë një prej transmetuesve të hadithit më të njohur. Sufjan al-Thawri edhe Sufjan ibn Uyayna. Këta janë as-Sufjanan, këta dy Sufjanat. Ai ka thonë Ali ibn Medinit dhe ka quajtur atë Hayyatul Wadi, gjarpri i luginës. Me këtë emër e ka quajtur, gjarpri i luginës. Dhe kur Sufjani ka dyshu për një hadith, e ka pyet Ali ibn Medinin. Dhe njëherë ka transmetu hadith për nxënësit e tij. Atëherë i kanë thonë, e kanë kritikuar dhe me mësuesi tash me transmetu për nxënësit. Ai ka thonë, ju më kritikoni mu që unë e du Aliun. Ka thonë, wallahi, unë kam mësu prej ti më shumë se sa ai që kam mësu prej meje. Dhe gjithashtu ka thonë El-Jauhari, Khalid ibn Walid El-Jauhari, ka thonë, ka dal Ibn Uyayna një ditë dhe në mesin tonë o kon Ali ibn Medini. Sufjani ka shu të këta. E këta në mesin e tyre o kon Ali ibn Medini. Ka thonë, lola Ali, lam akhruj ilejkum. Ka thonë, sikur mos të ishte Aliju, nuk do të kisha dalur tek ju. Edhe gjithashtu Ibn Mehdi, Abdurrahman ibn Mehdi, ka thonë, Ali ibn Medini është njeriu më i ditur për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veçanërisht hadithin e Ibn Uyaynas. Dhe Yahya al-Qattan, mësuesi i tij, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, një prej imamëve më të mëdhenj hadithit, ka thonë, nuk do transmetoj hadith një muj ditë. Kjo ka ndodhur ndonjëherë prej dietarëve të hadithit, kur janë hidhur me nxënësat e tyre, ka thonë një muj ditë nuk do transmetoj hadith. Atëherë ka ndodhur para se të kalon një muj ditë, ti transmeton hadithe Ali ibn Medinit. Dhe dikush i ka thonë, më di ka thonë një muj ditë s'ki me transmetu hadithe, e tash i ke transmetu hadithe Ali ibn Medinit. Që ka thonë Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ka thonë, unë e përjashtoj Alijun. Ne përfitojmë prej ti më shumë se sa ai që përfiton prej neve. Dhe dëshiroj të tregoj një shembull prej drejtësisë që ka pas Ali ibn Medini. Një shembull në El-Insaf, që nuk ka shiku, do me thonë, a është i afërt, a është shok, a është mësuesim, bile a është baba im, nuk ka shiku. Kur ka ardhur drejtësia, e ka thonë fjalën e vërtetë. E kam pyetur Imam Ali ibn Medini për babën e vet. E kam pyetur, do me thonë se edhe baba i vet ka qenë një prej transmetuesve të hadithit. A është i besueshëm ajo? Ka thonë, pyetni dikën tjetër. Ka thonë, jo, ty të pyesim. Ka thonë, innaha din. Ka thonë, kjo është fe. Ebi dhaif. Ka thonë, baba im është i dobët. Dhe këtu ka thonë fjalën e vërtetë. Ka qëndruar me të vërtetën, edhe pse ka qenë baba i vet. Kjo është shembull, do të thonë, prej imamëve të sunetit që nuk janë ndiku me anu nga ata të cilët i kanë të afërt. E sot shohim, do të thonë, kur ndodh një fitnë, çka ndodh me shumë prej selefive, anojnë tek ata që i dojnë, anojnë tek ata që kanë afër dhe nuk kthehen tek e vërteta. Dhe kjo pa dyshim se nuk është drejtësi. Dhe ne jemi urdhëruar që të jemi të drejtë, qoftë edhe me familjarët tonë. E ky shembull është prej Imam Ali ibn Medinit rahimahullah, që edhe për babën e vet e ka thonë fjalën e vërtetë, për arsye se kjo është fe. Kjo është fe Allah subhanahu wa taala dhe nuk lejohet në çështjen e fesë Allahut me mashtru edhe me anu nga e kota. Edhe kur ndodhin fitnet, dietarët thonë, këta nuk janë eduku me edukat selefie. Nuk janë eduku me terbie selefie. Kur ata anojnë dhe nuk kthehen tek e vërteta dhe nuk kthehen tek dietarët. Për këtë domethënë se cili do ta edukon veten e tij dhe të afërmit e tij që në çështjet e kundërshtimit, në çështjen e fitneve, mu kthy tek dietarët dhe me i dhon përparësi
fjalëve të dietarëve dhe të vërtetës ndaj fjalëve atyre që i dojmë dhe që i kemi të afërt. Dhe prej fjalëve gjithashtu madhështore të Imam Ali ibn Medini, të cilën e transmeton Imam el-Bukhariu rahimahullah, ka thonë at-tafaqquhu fi ma'ani al-hadith nisfu al-ilm wa ma'rifatu ar-rijal nisfu al-ilm. Kuptimi i domethënieve të hadithit është gjysa e diturisë dhe njohja e transmetuesve është gjysa e diturisë. Kur ti don me shpjegu një hadith, me kuptu një hadith, atëherë kuptimi i hadithit, fjalëve të hadithit, fiqhu i hadithit është gjysa e diturisë. Dhe gjysa tjetër është njohja e transmetuesve. Për arsye se sipas njohjes të transmetuesve e dim a hadithi është sahih ose është hasan ose është bile edhe dhaif. E gjithashtu çka ka të bëjë me jetën e Imam Ali ibn Medinit është fitna e khalq al-Quran, kur është përhap mesin e muslimanëve fitna që Kurani është i kriju. E padyshim se kjo ka qenë një fitnë e madhe dhe nuk i ka lënë dietarët pa mos me sprovu. Jo sprovu dietarët. Një pjesë prej tyre kanë qëndru dhe kanë thonë fjalë të vërtetë, edhe pse janë sprovu dhe janë burgos dhe janë dënu, e disa bile janë mbytur, sikur është al-Buaiti rahimahullah, që Imam al-Shafi'i ka thonë atij, ente temut fil hadith, ti ki me vdek në hekër. Dhe kështu ka ndodhur, e kanë burgos me hekra, kur ka qenë fitna e khalq al-Quran, që Kurani është i kriju, pse ai ka thonë fjalën e vërtetë dhe ka qëndruar me të vërtetën, edhe ka vdek ashtu, siç ka thonë Imam al-Shafi'i për të, ki me vdek në hekra. Dërsa Imami i Ahlis Sunnetit, që masë shumë të është provu dhe ka duru dhe është njohur me qëndrimin e tij të paluhatshëm, është Imam Ahmed ibn Hanbal. Dhe këtu është ngrit vlera e tij, dhe këtu është bo emri i tij, është bashkangjitur me sunetin. Dhe është shut pas kësaj fitne Imam Ahli Sunnet wal Jamaa. Dërsa Ali ibn Medini, ai nuk ka qëndru qëndrimin e Imam Ahmedit dhe ka ra në diçka prej sprovës dhe ka ra në diçka prej fitnes. Jo pse ai ka pas dyshime, përkundrazi, e vërteta ka qenë e qartë për to, po siç ka thonë për veten e tij, nuk kam fuqi. Imam Ahmedi ka fuqi me qëndru ndaj goditjeve, ndërsa ka thonë për veten e tij, unë nuk kam fuqi. Ka thonë një goditje, mu ka thonë më mbyt. Dhe ka marrë lehtësimin që Allah Azza wa Jall e ka leju ai person që sprovohet me thonë fjalën e kufrit, përderisa zemra e tij është e mbushur me iman dhe nuk ka asnjë farë dyshimi. Por siç ka thonë Imam al-Dhahabi rahimahullah, kur ka fol për Imam Ali Medini dhe e ka mbrojtur Ali Medini, ka thonë kjo ka qenë një gabim prej tij që ka ndodhur dhe ai është kthy prej saj, domethënë është pendu prej saj. Dhe Imam al-Dhahabi rahimahullah e ka kritiku ashpër al-Uqailin. Al-Uqaili, një prej dietarëve të shekullit 4 Hijri, ka shkruar librin e tij Ad-Du'afa. Edhe aty në librin Ad-Du'afa e ka përmend Ali ibn Medini. Ad-Du'afa do thonë janë të dobtit. Ata është me përmend imamin e sunetit, Ali Medini me përmend mesin e të dobëve, është padyshim jo e drejtë. E përket Imam al-Dhahabi rahimahullah e ka kundërshtu ashpër dhe ka thonë për të, ka thonë e femaleke aqlun ja Uqaili e tedri fi men tatakallem. I ka thonë o Uqaili, a nuk ki ti aql, a nuk ki logji, a e din ti se për kanë je duke fol? Me këta fjalë është drejtu Imam Dhahabi Uqailit dhe ka mbrojt Imam Ali Medini, është përgjigj në atë fitne për shkak të vështirësisë që ka pas, jo pse e ka besu këtë besim, por siç ka thonë Imam Dhahabi, ka ra këta gabime, pastaj është kthy prej saj.
Dhe ka thonë Imam Dhahabi rahimahullah, nëse ne thot i hekim hadithet e tij, Ali Medini dhe Abdul Rezakut dhe Uthman ibn Abi Shayba dhe të tjerë ka përmend prej dietarëve, ka thonë atëherë do ta kishim mbyllur derën dhe do të ndërpritje fjala dhe do të vdisnin transmetimet dhe do të sundonin zindikët dhe do të dilte Dejjalli. Kështu ka thonë Imam Dhahabi rahimahullah në mbrojtjen e Ali ibn al-Medinit. Ali ibn al-Medini, siç ka thonë Ibn Abi Hatim al-Razi, ka thonë domethënë se Abu Zur'a e ka lënë transmetimin prej tij. Për shkak që është përgjigj në fitnë, ka thonë desa baba im ai ka transmetuar prej tij. Li nuzu'ihi amma kana minhu. Do të është larguar. Ai është larguar prej sa që ka qenë. Ka thonë atë fjalë, është përgjigj, po pastaj është kthyer prej saj. Dhe kanë transmetuar që Ali ibn Medini para vdekjes së tij, 2 muaj para vdekjes së tij, ka thonë el-Qur'anu kalamullah. Ka thonë el-Qur'anu kalamullah. Kur'ani është fjala e Allahut. Ghayru makhluq, nuk është i krijuar. Wa man qala makhluq fa huwa kafir. Dhe kush thot se është i krijuar, ai është shafir. Do është kthy në akiden e Ahlus Sunna wal Jamaa. Dhe ka thonë fjalën e Ahlus Sunnati wal Jamaa. Dhe pa dyshim se kjo është akida e tij, dhe kjo është ai që ka besu, dhe ajo që ka ndodhur, ka qenë një fitnë dhe ai është kthyer prej saj. Dhe për këtë konsiderohet një prej dietarëve të mëdhenj të Ahlus Sunna wal Jamaa. Dhe ka vdekur në vitin 234 mas hijretit. Ndërsa Imam Ahmedi rahimahullah ka vdekur në vitin 241. Ndërsa Imam Yahya ibn Ma'ini ka vdekur vitin 233, do të thonë një vjet para Imam Ali ibn al-Medinit. Kjo akidja e Imam Ali ibn al-Medinit rahimahullah është e transmetuar në librin Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaa. Në këtë libër Imam al-Lalakai rahimahullah e ka transmetuar akidën e Imam Ali Medinit. Aty ka transmetuar më thonë shumë prej akideve të dietarëve të sunetit, dhe njëri prej këtyre dietarëve të sunetit, të cilën akiden e tij e ka transmetuar Imam al-Lalakai, është akidja e Imam Ali ibn Medinit. Dhe kjo akide është transmetuar me rrugë zinxhiri, dhe kjo ka qenë tradita e dietarëve, domethënë, që ata akiden e kanë transmetuar me rrugë zinxhiri. Edhe nëse lexojmë zinxhirin e transmetimit të akides të Imam Ali ibn Medini, atëherë thot transmetuesi Imam Lalakai thot akhbarana Muhammad ibn Rizqillah قال أخبرنا أبو محمد جعفر ابن محمد ابن نصيب قال حدثنا أبو محمد عبد الله ابن غنام ابن حفص ابن غياث النخعي قال حدثنا أبو سعيد يحيى ابن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد ابن عبد الله ابن بسطام يقول سمعت سهل ابن محمد قرأها على علي ابن عبد الله بن جعفر المديني. Domthon ky personi Sahel ibn Muhammad e ka lexuar këtë akide tek Ali ibn al-Medini. Ky Sahel ibn Muhammad e ka lexuar këtë akide dhe I ka thonë Imam Aliut, ka thonë qulta azzaka Allah. Domthon ti ke thonë Allahu të nderoft. E përmend akiden të cilën Imam Ali ibn al-Medini e ka transmetuar rahimahullahu ta'ala. E para që ka përmend Imam Ali ibn Medini është fjala e tij as-sunnatu al-lazimatu allati man taraka minha khaslatan lam yaqulha wa lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Ka thonë sunneti I domosdoshëm
prej të cilit kushdo që le pas një cilësi, qof duke mos e thënë apo duke mos e besuar, nuk është prej njerëzve të tij. Çka do të thotë kjo? Këta pika që do t'i përmendi Imam Ali ibn Medini, këta janë prej sunetit. Dhe kur dietarët thonë suneti, shpesh herë nuk e kanë për qëllim vetëm ajo që është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej çështjeve që janë të pëlqyer, por shpesh herë e kanë për qëllim akiden dhe menhexhin e saktë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kush largohet prej sunetit tim, nuk është prej meje. Për këtë arsye shohim se shumë prej dietarëve të sunetit i kanë emërtu librat e tyre es-sunna. Sikur është es-sunna prej djalit Imam Ahmedit, Abdullah ibn Ahmed. Ose i kanë emërtu usulu sunna, sikur është libri i Imam Ahmedit. Ose i kanë emërtu sharh es-sunna, sharhu sunna, sikur është libri Imam el-Muzani, ose dietarëve tjerë. Kjo do të thonë ka qenë qëllimi i tyre. Es-sunna do me thonë rruga, akidja e saktë. E këtu thot kush e len një prej cilësive të sunetit, do me thonë një prej çështjeve të akides, kush e len, ai nuk është njeri sunetit. Njëjtë ka thonë edhe Imam Ahmedi, fjalë të përafërta i ka thonë Imam Ahmedi në librin Usulu Sunna. Edhe gjithashtu Imam El-Barbahari ka thonë nuk thot për një person që është njeriu sunetit përderisa të bashkohet të gjithë sunetit tek ai. Dhe të gjithë sunetit do të thotë veprat vullnetare, krejt me i vepru. Por është për qëllim gjithë rruga e sunetit, akidja e saktë, akidja e ahlus sunnati wal jamaa. E çka është çështja e parë që përmend këtu? Thot el-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Besimi në kaderin, të mirën dhe të keqen. Dhe kjo shpesh ndodh për dietarëve të sunetit që çështjen e parë e përmendin çështjen e kaderit. Për arsye se kjo o kon një prej bidateve më të parë që janë shpërnda. Bile në kohën e sahabëve, kur kanë shku tek Ibn Omeri radiallahu anhu, dhe kanë tregu se në Basra ka dal Ma'bad el-Juhani dhe pretendon se nuk ka kader, do të thonë gjithçka që ndodh nuk është e caktuar prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë dietarit i kanë dhënë rëndësi çështjes së kaderit. Dhe kjo është një prej shtyllave të imanit, ku nuk ka kundërshtim në mesin e ahlus sunna wal jamaa. Janë të pajtuar se kjo është shtyllë prej shtyllave të imanit. Dhe Allah subhanahu wa taala gjithçka e ka kriju me kader. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ne gjithçka e kemi kriju me kader. Dhe argumentet e kaderit janë të shumta. Dhe dietarët kur i kanë shikuar argumentet e Kuranit dhe Sunetit për çështjen e kaderit, kanë gjetur se kaderi ndahet në maratib, në grada. Dhe i kanë nda këta grada në 4 grada. E para el-ilm, do thonë dituria. Allah subhanahu wa taala din se çka ka qenë dhe çka është dhe çka do të ndodhi. Dhe Allah e din si do ishte diçka sikur të kishte ndodhur ndryshe. Allah subhanahu wa taala e din gjithçka dhe dituria e tij është ebedi edhe ezeli. Ezeli pa fillim dhe ebedi pa përfundim. Dhe për argumenteve është fjala e tij: "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi al-ard." A nuk e sheh se Allahu e di çka është në qiell dhe çka është në tokë. E dyta është shkrim. Shkrimi në Lauhil Mahfuz. Shkrimi në Lauhil Mahfuz. Do të thonë gjithçka është shkruar në librin që quhet Lauhil Mahfuz. Dhe
Për këtë arsye, ne e dim dhe besojmë se gjithë shka që ka ndodhë dhe të ndodhi, është e shkruajtur në Lauhul Mahfuz. Do të thonë gjithë shka vetëm se është e parasaktuar se çka do të ndodhi. Dhe për argumenteve për Lauhul Mahfuz është fjala e Allahut alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. A nuk e din se Allahu e di atë çka është në qiell edhe në tokë. Kjo është me të vërtetë në libër. Inna dhalika fi kitab. Kjo është në libër, kjo është e shkruar në Lauhul Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Kjo është për Allahun e lehtë. E treta, vëllezër të nderuar, është el-mashia. Është dëshira e Allahut. Do të thonë gjithë çka që ndodh vetëm me dëshirën e tij, xhalla fi ula. Dhe nuk mund me ndodh diçka vetëm se me dëshirën e tij. Wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dhe ju nuk mundeni me dëshiru diçka vetëm nëse dëshiron Allahu rabbul alamin, Zoti i botrave. E katërta është krijimi i Allahut. Do me thonë gjithë shka që ndodh është e krijuar prej Allahut. Dhalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay. Ky është Allahu, Zoti juve, khaliqu kulli shay, krijuesi i gjithë shkaje. Do me thonë gjithë shka që ndodh dhe veprat e njerëzve është e krijuar prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk mund me ndodh vetëm nëse Allahu subhanahu wa ta'ala e krijon. Pastaj, vëllezër të nderuar, është fjala e autorit i cili thot thumma tasdiqun bil ahadith wal iman biha la yuqalu lima wa kayf inma huwa at-tasdiq biha والإيمان بها وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات. كتو أوتوري rahimahullah thot pastaj pohimi i haditheve dhe besimi në to nuk thuhet pse dhe si, por vetëm vërtetohet dhe besohet në to. Edhe nëse nuk i di shpjegimin e hadithit dhe mendja e tij nuk e arrin, mjafton kjo. Detyra ndaj tij është të besohet dhe të dorëzohet. Si hadithi i Zeid ibn Wahbit nga Ibn Mes'udi që ka thonë na tregoj i sinqerti i besueshmi. Do thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe të ngjashëm me të prej haditheve të transmetuara nga të besuarit. Këtu, vëllezër të nderuar, e përmendim fjalën e Imam Ibn Kathirit rahimahullah. Dhe përfundojmë deri inshallah me këtë pikë. Fjala e Imam Ibn Kathirit është për Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili, i cili o kon koka e Mu'tazilive. Dhe Imam Ibn Kathir e ka përmendur këtë fjalë në librin e tij Al-Bidaya wa Nihaya. Aty ka thonë, është transmetuar, do të thonë ja kanë transmetuar këtij Amr ibn Ubaydit, ja kanë transmetuar atij hadithin e Ibn Mes'udit. Këtë hadith që përmenda më herët, haddathana as-sadiqul masduq, na ka treguar i sinqerti i besueshmi, inna khalq ahadikum yujma'u fi batni ummi 40 yawman. Krijimi dikujt për juve bashkohet në barkun e nënës tij 40 ditë. Derisa ka thonë, pastaj vjen melaçja, do të thonë dhe i shkruan. Urdhërohet me 4 gjëra melaçja. Me shkruajt rrezikun e personit dhe exhelin e tij, dhe veprën e tij dhe a do jetë i lumtur ose i ndeshkuar. Deri në fund hadithit. Kur e ka dëgjuar vëllezër të nderuar
Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili, kura ka dëgju këtë hadith, shikoni reagimin e tij. Reagimin e njerëzve të devijuar. Ka thonë, "Law sami'tu al-A'mash yarwihi lakadhabtuhu." Sikur ta kishe dëgju al-A'mash, një prej transmetuesve, ta transmeton këtë, atëherë do ta kishe përgënjeshtruar. "Wa law sami'tuhu min Zaid ibn Wahb lama ahbabtuhu." Dhe sikur ta kishe dëgju prej Zaid ibn Wahbit, ky që e përmendi dhe Imam Ali Medini ma herët, që ka transmetuar prej Ibn Mesudit, thot atë nuk do ta kishe dëshiru, nuk do ta kishe dash këtë hadith. "Walau sami'tu min Ibn Mas'ud lama qabiltuhu." Dhe sikur ta kishe dëgju këtë hadith prej Ibn Mesudit, atë nuk do ta kishe pranu këtë hadith. Pardon, me dëgju këtë hadith prej Ibn Mesudit, sahabit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej më diturve, thot nuk do ta kishe besu, nuk do ta kishe pranu këtë hadith. Mandje edhe shikoni çka thot vëllezër nderuar. Thot walau sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la raddatuhu. Po sikur ta kishe dëgju prej të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, do ta kishe refuzu. Walau sami'tu Allah yaqulu hadha la qultu ma ala hadha akhadhta alayna al-mithaq. A'udhu billah. A'udhu billah prej kësaj fjale. Thot sikur ta kishe dëgju prej Allahut, do të kisha thonë, nuk na ke marrë besën për këtë gjë. Thot Imam Ibn Kathiri, wa hadha min aqbah al-kufr. Kjo është prej kufrit më të fliqt. La'anahu Allah. Allahu e mallkoft in kana qala hadha. Nëse ai e ka thonë këtë fjalë. Thot Allahu e mallkoft nëse ai e ka thonë këtë fjalë. Dhe këtu dëshiroj të përmend diçka. Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili nuk ka dal mesin e bidaxhive, nuk ka dal mesin e devijuarve, ai ka qenë prej tyre që është ul tek El Hasan el Basri, njëri prej tabinëve, njëri prej dietarëve më të mëdhenj. Thot El Khatib el Baghdadi, jalas El Hasan wa shtuhira bi suhbati. Është ul tek El Hasan el Basri dhe është bo i njohur se ai shoqërohet me të. Është prej shokëve të tij, son domethënë kë ai. Pastaj thot, thumma azalahu Wasil ibn Ata. Pastaj e ka devijuar atë Wasil ibn Ata. Shikoni çka do thotë shoqërimi me njerëzve të këqij. Do edhe nëse shoqërosh me dietarët, son tek hoxhallarët, je selefi shumë vite, nëse shoqërosh me njerëz të këqij, ata mundën me deviju. Siç ka ndodhur me Amr ibn Ubaydin, Wasil ibn Ata e ka deviju prej medhhebit të ahli sunnati wal jamaa. Wa qala bil qadri wa da'a ilayh. Dhe ka thon fjalën e kaderit, do të thonë se nuk ka kader. Por ata ai se ka pranuar hadithin e Ibn Mesudit. Dhe me s'ka kader. Hadithi vërteton kaderin. Ai nuk e ka pranuar edhe hadithin sikur ta kishte dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thon fjalën e kaderit, do të thonë se nuk ka kader, edhe i ka thirr njerëzit në këtë besim. Wa tazala ashab al-Hasan. E çka ndodhi më në fund? Është largu prej nxënësave të Hasenit. E çka ndodh me njerëzit kur fillojnë me deviju? Largohen prej dietarëve dhe largohen prej njerëzve që janë me dietarë. Diçka që ka ndodhur atëherë, edhe diçka që është duke ndodhur tani. Imam Ibn Hibban rahimahullah ka thonë, kana min ahli al-wara' wal-ibadah. Ka qenë prej njerëzve devotshmërisë dhe ibadetit. Mos mendoni se ka qenë i gjinaqar, njeri devijum, njeri i prish. Jo. Ka qenë prej njerëzve që ka pas devotshmëri. Ka qenë prej njerëzve që ka pas ibadet. Ila an ahdatha ma ahdath. Terisa ka shpikur atë që ai ka shpikur. Wa tazala majlis al-Hasan. Dhe është largu prej takimeve, prej derseve të El Hasan el Basri. Huwa wa jama'atun ma'ahu. Ai edhe një grup që ka qenë me të. Fesummu al-Mu'tazila. Pastaj janë thënë al-Mu'tazila, do ata që largohen
ju largu. Ata do thonë i'tazelu, ju largun prej takimeve dhe mësimeve të El Hasan El Basri. A u kujton kjo juve diçka? Ka qenë për njerëzve të ibadetit, edhe kanë qenë për njerëzve që kanë bëu davet, dikush është për njerëzve që 30 vjet është njohur tek dietarët dhe ka bërë shumë davet, po a është kjo garanci se gjithmonë ti kime qëndru në vërtetën? A është kjo garanci që kime shku në xhenet? Jo, asesi. Ai o kon për nxënësve të Hasan al-Basri, o kon për njerëzve devotshmërisë, ma në fund është largu prej dietarëve. Është largu prej dietarëve, edhe sot kur dikush largohet prej dietarëve, është në rrezikshmëri shumë të madhe. Wa kana yashtum as-sahaba, dhe ai i ka sharë, i ka ofendu sahabët. Edhe kjo është çka ndodh. Gjithashtu vëllezër të nderuar, kur largohen prej dietarëve, fillojnë duke ofendu dhe duke i akuzu dietarët. Dhe kjo është padyshim një rrezikshmëri shumë e madhe. Edhe për këtë arsye, kjo është një përkujtim për neve, nuk e përmendim Wasil ibn Ata dhe Amr ibn Ubayd vetëm që ti njohim se kush janë kokat e bidatit. Jo, i përmendim ata që edhe ne të marrim mësim dhe me di se dikush mundet me qenë me dietarët. Mundet me qenë me dietarët 30 vite, 40 vite, por nëse ai shpik diçka në fenë Allahut Azza wa Jall dhe largohet nga e vërteta dhe i kundërshton dietarët dhe nuk pranon të kthehet tek dietarët, atëherë ky person është në rrezikshmëri shumë të madhe. Dhe për atë do të thonë nuk duhet me në ardhë çudi kur dëgjojmë Sheikh Abdullah al-Bukhari me krahasu njërin prej tyre me Amr ibn Ubayd, se me të vërtet për shtatën cilësi dhe Amr ibn Ubayd është largu prej dietarëve dhe ka thënë dietarët e hajdhmit dhe nifasit, dietarët e çështjeve të grave, domethënë ata i dinë çështjet e fiqhut, por nuk e kuptojnë aktualitetin. E kështu disa thonë domethënë dietarët nuk e kuptojnë aktualitetin. Kështu lutem Allah subhanahu wa taala me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të plota që të na ruajë neve dhe juve në rrugën e Ahlus Sunnati wal Jamaa dhe të na mbron prej fitneve të dukshëm edhe të fshehta. Dhe me këtë e përfundojmë, dhe Allah Azza wa Jall i shpërbleft të gjithë ata që kanë dëgjuar dhe lutem Allahun që të na bën prej atyre që dëgjojnë fjalën dhe e pasojnë më të mirën. Dhe Allah i shpërbleft edhe një herë hoxhallarët të nderuar që kanë bërë këtë mund për me prezantu në këta takime dhe në këta seminare. Allah Azza wa Jall e shkruajë sevap për të gjithë në peshorën ditën e gjykimit. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Në atë ditë ku nuk bojnë dobi as fëmijë e as pasuria përveç ai që vjen tek Allahu me një zemër të pastër. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.